Në tregun e këmbimit valutor vendas në 6 mujorin e parë të këtij viti dhe dollari amerikan ka ndjekur lecurinë ngjashme me euron, duke nënçmuar ndjeshëm në raport me lekun. Sipas Bankës së Shqipërisë, në muajin qershor, $1 amerikan këmbehi mesatarisht 85.1 lekë, duke shënuar nivelin mesatar më të ulët në 15 vjetët e fundit. Forcimi i lekut kundrejt dollarit amerikan është ndikuar nga dobësimi i këtij të fundit në tregun ndërkombëtar në vijim të zhvillimeve politike në SBA. Banka e Shqipërisë njofton se ka vijuar të kryejë ndërhyrje në tregun valutor përmes ankandeve për blerjen e valutës me objektiv rritjen e rezerves valutore. Krahas ankandeve mujore të blerjes së menjëhershme të valutës, është ruajtur edhe ekuilibri në tregun valutor. Banka e Shqipërisë bën të ditur se ndërkohë dhe në tregjet ndërkombëtare të këmbimit të valutave, dollari amerikan është nënçmuar ndjeshëm ndaj euros dhe monedhave të partnerëve kryesor tregtar. Krahas pas sigurive që shoqërojnë politikat e reja tregtare, vlerësohet se nënçmimi i dollarit amerikan reflekton shqetësimin e tregjeve lidhur me rritjen e presionit të administratës amerikane ndaj rezerves federale për lehtësimin e politikës monetare, thekson Banka e Shqipërisë.